Historia e një gruaje angleze, ashtu siç edhe historia e një gruaje shqiptare. Ndiqeni këtë histori. Është shumë e çuditshme. Në vitin 1972, një trup televizive nga Anglia kishte dëgjuar për një grua që jetonte vetëm në një periferi të një qyteze, e quajtur Bletherstyle. Dhe aty një grua e quajtur Hannah Huxtable jetonte vetëm prej vitesh, por nuk dinin se sa vite kishte që jetonte vetëm, sepse të vetme gjë që dinin ishin ata që i linin bukën zonjës. Tani, dëgjoni se çfarë kishte ndodhur. Aty pas viteve 1960, Hana jetonte së bashku me familjen e saj. Mirë po, ishte vajzë e vetme dhe nëna e saj vdiq në një aksident me një pemë. Ara kjo pema teksa shkua në pyll dhe u vra keq në kokë dhe vdiq. Me kalimin e kohës, ajo ndejti vetëm me tatin dhe xhaxhain. Xhaxhai kishte një grua, por nuk kishin fëmijë. Kaluan vite dhe jati i Hanës vdiq edhe jati. Dhe ajo u rrit me xhaxhain. Ishte në atë kohë ishte rreth 35 vjeçe, 34 vjeçe. Dhe xhaxhai pasi vdiq edhe xhaxhai së bashku me bashkëshorten e tij, sepse ishin të mëdhenj në moshë, Hana në moshën 35 vjeçe filloi që të jetonte vetëm. Dhe në vitin 1972, siç ju thash, kjo trup televizive donte që të bënte një intervistë me të. Kishin kaluar shumë vite, me fjalë 10-11 vjet që ajo jetonte vetëm. Dhe donin të kuptonin se si mund të jetonte vetëm një grua e vetme në një kodër ose në një pyll, larg nga njerëzit. Merrini me mend, vetëm për të marrë bukën, ajo përshkonte për rreth 2 kilometra, 2 kilometra e gjysmë, aty ku i linin bukën. Vinte dikush që i linte bukën dhe ikte, por bukën ja linte për 1 muaj. Ajo shkonte atje, merrte bukën dhe kthej. Ishte një vend me fjalë si tip guve, aty kishin vënë edhe një nga këto gjërat e krishtërimit që luteshin dhe nuk ishte asgjë tjetër. Aty nuk kalonte këmbë njeriu. Si përfundim, kjo trup televizive kur shkoi aty u maknitën, sepse gruaja jo vetëm që jetonte vetëm, ishte 46-47 vjeçe në atë kohë, pra në vitin 1972, por ajo edhe për të mbushur ujë çdo gjë e bënte vetëm. Shkonte mbushte ujë, ishte rreth 1 kilometër larg, merrte ato kusit çfarë kishte, jetonte si në vitet 1800, 1700. Dhe i çonte në shtëpi. Nuk kishte asnjë lloj banjoje, normal që ajo shkonte jashtë për të bërë detyrat të një njeriu. Dhe jetonte pra si në vitet 1800-1900. Mirë po, më e çuditshme ishte që të gjitha zarzavatet çfarë bënte, apo lakra, apo çfarë kishte, ajo i bënte si në kohën e atërshme, pra të para shumë viteve, në kohën e middle age, me fjalë të mesjetës. I bënte pa pesticide, pa asgjë dhe ishin normal, ishin të mira. Mirë po, të vetmen herë që ajo shkoi në qytet ishte vetëm kur u plagos, sepse teksa po priste dru në pyll, u vra në krah dhe u detyrua që të shkonte në spital. Pra e vetmja herë që ajo pa qytetin ishte në moshën 39 vjeçe, po thuaj 40 vjeçe. Dhe asnjëherë më. Dhe kështu që ajo jetonte aty pra 46 vjeçe, vazhdonte që të jetonte vetëm. Kjo trup televizive mbeti pa fjalë dhe dokumentarin që ata bën e dhanë, dhe ishte një dokumentar që do jepej në second time, si quhet, në kohën e dytë, pra pas orës 11 natës. Por ishte kaq mallëngjyes sa që e vendosin që ta bënin në prime time, pra në orën 9:30. E kanë parë atë dokumentar në vitin 1973, sepse ishte përgatitur për sezonin tjetër, por e dhanë pikërisht në atë vit, e panë mbi 4 milion njerëz dhe ishte madhështi. Pra në një natë po flas, pastaj e panë dhe të tjerë. Dhe çfarë bën? Një familje kërkoi që të bënte një crowdfunding, por jo si është sot, por e bëri në një bankë, më përpara kështu bëj. U hap një llogari bankare ku të gjithë mund të çonin disa tardo financiare ose të mund që të bënin disa dhurata. Kush bënte veshje, kush bënte tesha, këpuc, kapele, çdo gjë, kush bënte dhe para. Dhe për herë të parë, pra Hane
filloi që të vishej si gjithë të tjerët të shekullit, pra të 1170-ës, sepse përpara asaj kohe kishin kaluar 120 vjet dhe ajo jetonte, ose 150 vjet, jetonte si atëherë. Dhe pasi u vesh, u rregullua dhe u sistemua, parat që ajo mori, sepse kishte ajo shiste vetëm një lop. Çdo vit shiste vetëm një lop që t'i dilnin ato para për të bler bukë, se nuk blinte gjë tjetër, veç bukë blinte. Shiko, në Shqipëri unë mendoj që akoma sot ka të tilla gra, të tilla nëna që jetojnë vetëm. Më thoni ju, nëse keni një histori të ngjashme. Dhe Hane, ose Han, me ato para që i dhanë këta donatorët, donte vetëm dritë, sepse ajo nuk jetonte me dipot, jetonte me qirak, si në atë kohë. Me një fjalë, hithe vaj aty brenda, me anë të vaj, sepse prodhonte vaj me disa ullin që kishte aty, dhe me atë bënte, pra bënte dritë. Dhe për herë të parë, pra në vitin 1980 ca, mos gaboj, ajo, 81-shin, ajo mundi që të kishte energji elektrike. Shkuan që e vendosën këta fshati që ishte më afër, që ishte rreth 80 kilometra nga aty, merreni me mend, sepse kishte edhe shtëpi të tjera, dalë pjesë këtu e atje, por ishte distancë shumë, fshati larg, dhe si përfundim, ajo për herë të parë ndezi dritën dhe pa llambën. Nuk e kishte parë kurrë. Në fakt, si tregon edhe ajo vetë, kur vajti e preku, u doq tek gishti. Dhe kështu eci për disa vite deri kur, pastaj aty nga vitet 90, 88-90, ajo vendosi që të ikte, sepse tashmë ishte e moshuar. Me në fjalë, arriti që ishte 60 vjeçe dhe nuk arrinte dot më, me në fjalë që të jetonte e vetme, sepse thënia e saj u bë shumë e famshme. Kishte një thënie që e tregonte Han, edhe e përdorin shumë anglezët. Unë gjatë verës jetoj, por në dimër veç ekzistoj. Që do të thotë që gjatë verës ka diçka që të m'japi, por gjatë dimrit unë vetëm kam frikë se mos m'han ujqit, të rri brenda në shtëpi dhe kam frikë vetëm ekzistoj. Këtë thoshte. Dhe kështu që u detyrua që t'ikte me ato donacione që i dhanë, sepse u bë një tjetër dokumentar pastaj në vitin 1987-88, dhe ajo u detyrua që t'ikte, por ditë që ka ikur, ka qenë pikërisht ai që bëri dokumentarin në vitin 1972. Dhe ka qenë mallingjuese, prekse unë pash dhe dokumentarin është vërtet rrëngjese, ku ajo, pra Han, përshëndet lopët dhe dhënd, dhinë dhe disa kafshë të tjera. I përshëndet një nga një, se s'kishte ku t'i çonte. Ajo në qytet i dhanë bleu një shtëpi të vogël, por nuk mund të mbante kafshë. Dhe aty, me qenë se ai vend i adhuroi shtetit që ta bënte si një park nacional, filloi që të përqafonte të gjitha kafshët dhe qante. Sepse ishin të vetmet, ishin kafshët që i bënin shoqëri tërë ato vite që jetoi atje. Merreni me mend, gjitha 20 e ca vjet jetosh vetëm. Dhe si përfundim shkoi në qytet. Që nga qyteti pastaj e morën disa herë në për intervista, shkoi edhe në Amerikë, shkoi në disa vende, edhe në Itali ka ardhur dhe në Zvicër shkoi disa herë. Pra vizitoi disa vende. Dhe merreni me mend. Han ishte aq e fortë sa që ajo vdiq 92 vjeçe, sepse vdiq në vitin 2018. Nga një vend në tjetrin, nga një shtëpi në tjetrën, dhe kështu që jetoj pjesën tjetër të jetës saj, ashtu siç mund të jetojë njëri normal. Dhe unë doja të pyesja juve, sa histori të ngjashme si kjo ka në Shqipëri? Sepse ende sot, për shembull, unë njoh një grua, që ka vdekur para 2 viteve, nuk dua ta përmendem sepse më mallingjehem. Por me fëmijët e saj jemi rritur, dhe fëmijët 3 fëmijët i vdiqën. Dhe ajo, vajzat janë martuar larg dhe kanë ikur kush në Itali dhe kush në Greqi. Dhe e provoi që të vente tek vajzat, por nuk mundi të jetonte. Dhe kështu që u kthye tek shtëpia e vjetër, aty ku që në kohën e atëhershme që ishte, që mandej e kishin dhe në kohën e monizmit. Dhe vdiq atje. Kishte 3 ditë që kishte vdekur, ku e gjetën familjarët, 3 ditë. Me një fjalë, grua e vetme bënte çfarë mund të bënte aty në baçin e saj, prashiste, vadiste, ato lulet, ato
pemët, bimët që kishte aty dhe zarzavatët dhe frutat që kishte në shtëpinë e saj. Dhe vdiqe vetme. Po sa histori të ngjashme si kjo ka në Shqipëri. Pa dyshim edhe ju njihni, kështu do dëshiroja një komentin tuaj. Pres, ju përqafoj.